që një fuqi botërore tashmë, të cilët nuk mund të anashkalohet. Kemi parasysh edhe marrëdhëniet e veçanta dhe specifike që ka mbi Iranin, duke pas parasysh që Irani tashmë është një fuqi dhe potencial ushtarak dhe përcjellim edhe bërthamor, dhe nisu nga fakti që marrëdhëniet mes këtyre dy shtetit janë të nivelit strategjik, të nivelit mbështetjes ushtarake, diplomatike, politike, po edhe asaj logjistike që lidhet me ekspertizën që afrohet për armët bërthamore. Pikërisht nisu nga këto konsiderata, roli ndërmjetësuesi i Rusisë në këtë lloj marrëdhënie është për të përshëndetur, por që nga ana tjetër edhe Irani e sheh veten në mënyrë të kujdesshme, të parazgjaruar nga këto, sepse duhet rrujë edhe ai profilin e tij si aktori i cili nuk mund të neglizohet për vërtetës, pavarësisht përpjekjeve, por që është qasja e dy superfuqive të kohës. Kemi parasysh SBA-ja e cila kërkon ta ruajë rolin e saj hegemon, por me një lloj fleksibiliteti dhe qasje disi më të moderuar në raport me gjatë periudhës luftës dytë botërore, pas luftës dytë, ku roli i saj ishte hegemon, edhe kishte një narrativ po të bipolare me Bashkimin Sovjetik, tashmë janë lojë edhe aktorë të tjera, qoftë Kina, qoftë India, qoftë Irani, që thamë Turqia, të cilët nuk mund të dalin jashtë vëmendjes apo të anashkalohen, pavarësisht interferencave apo ndërmjetësimeve që bëhen nga aktorë të caktuar, për shikë në rastin konkret, edhe ofertën e Putinit për të ndërmjetësuar pikërisht edhe atë marrëdhënien apo marrëveshjen që bëhet i SBA-s dhe Iranit. Është një mënyrë edhe një përpjekje për ta arritur legitimitetin e Putinit si një ndërmjetësues i rëndësishëm. Mirë, zotëri Rezi, si mund të ndikojë ndërkaq ky afërimi Donald Trump me Vladimir Putin në marrëdhëniet e SBA-s, pra me aleatët e saj tradicionale NATO dhe Bashkimin Evropian? A kemi të bëjmë ndërkaq me një devijim nga linja tradicionale amerikane e jashtme? E nderuar, siç e tham edhe gjatë përgjigjes pyetjeve të para, nuk po themi që një devijim, po kemi disa qëndrime të fleksibël, të kushtuar këto nga mjedisi i sigurisë, ku SBA-ja gjithmonë brenda strategjisë madhe i ruan edhe kërkon të përmbushë interesat e saj strategjike, duke i konsoliduar ato, por duke qenë më fleksibel, duke ndryshuar paksa dhe narrativën e vet, por gjithmonë duke i qëndruar gjithmonë asaj dimensioneve. Kemi parasysh këtu me ardhin e Trump gjithmonë po forcohet ideja që SBA-ja kthimin gjithmonë e para, kthimin madhështor të saj, por kjo madhështia e SBA-s kemi parasysh që e va theksit të aspekti ekonomiko-financiar, ekonominë dhe pikërisht për këtë kanë ngritur alertin ndaj shteteve dhe shtetet saj perëndimore alat të NATO-s, që të rrisin nivelin e GDP-s për sa i përket shpenzimeve të mbrojtjes dhe të sigurisë, gjë e cila është shoqëruar me fjalë edhe me disa plotësime nga shtetet caktuara, ke parasysh Polonin, që ka shkudin e 4%. E qartë, por si do të jetë tashmë marrëdhënia e SBA-s pra me alatët dhe saj tradicionale? Ajo do t'i ruajë, i thashëm, ajo do t'i ruajë interesat e saj gjeostrategjike në Evropë, por duke bërë edhe kurzimet e saj, thënë që qëllimi do të jenë më fleksibël, duke thënë që të rrisni nivelin e shpenzimeve për saj përket, por që do të bëjmë interesat e SBA-s në kuptimin e financat tona. E u pa kjo edhe në marrëdhënien me shtetet caktuara në lidhjen e mesme, ku qoftë me Emiratet, Arabinë Saudite me Katarin, ku u përthitën miliarda euro në interes të forcimit buxhetit shtetit amerikan. Dhe si tillë çështja narrativa e zotit Trump ka qenë e tillë që secili nga shtetet evropiane duhet financojë për mbrojtjen e sigurisë e vet. Brenda organizatave janë detyrime për të plotësuar. Dhe kjo ka qenë shqetësimi kryesor. Por brenda kësaj asnjëherë nuk i braktis interesat e veta, dhe sidomos alatët, por e shton në nivelin e presionit pozitiv, duke kërkuar çfarë plotësimin e këtyre detyrime. Se të kundër kurzohen edhe vendimet edhe qëndrimet. U thajo që në rastin e konfliktit Ukrainë-Rusi nuk do të shkoni deri në paqe apo në pushimi, atë ai bën presion në Evropës duke thënë që është çështje evropiane dhe ju merruni vesh. Është kategori i parë mënyrë duke kërkuar plotësoni këto kushte për një moment caktuar. Po kemi parasysh që dimension ato politikën e jashtme të SBA-s dhe interesat e saj asnjëherë
nuk i le të pambrojtra, përfundon brenda strategjisë madhe, ndërtimi i qëllimeve gjeopolitike, i orienton varësisht nga dinamikat e medisje, bani një çast strategjike, por gjithmonë e kurzuar nga pikërisht ato dinamika dhe ato që janë shifën realisht. Trumpi, kemi thënë, është një president i cili provokon, teston dhe varësisht nga qëndrimet, edhe ato të vetat i ka ndryshuar. Në Gaza, në Abraham me Iranin, ka arritë të sigurojë një paqe në Pakistan, ka arritë të bëjë pushimin me Houthit, po ashtu me takimin me presidentin e ri të Sirisë. Edhe përmes kësaj qasje shikon çfarë të rryej ekuilibrat në gjithë botën, jo vetëm në Evropë, por edhe anë banë, ka bata dhe kriza politike. Mirë, zoti Lezi, për ta mbyllur sepse jemi në fund shkurtimisht, duke pasur parasysh dhe situatën tashmë në Ukrainë, çfarë sinjali i jep pra kjo bisedë komunitetit ndërkombëtar për qëndrimin amerikan ndaj agresionit rus? E nderuar, sinjali është dhënë Shebaja ashtu që të dhamë me fjalë, duke të lexuar brenda qëllimeve strategjike që ka geopolitike që ka Shebaja për të rritur interesat e veta dhe për të kryer madhësinë e Shebas. Nëse e kishte një kohë gjatë mandatit parë America First, tashti e ka ndryshuar disi, e ka modifikuar duke bërë Amerika madhështore. Por kur themi Amerika madhështore, kemi parasysh fuqinë e një shteti që ka ekonominë, ka ushtrinë, ka teknologjinë, po ka nga nga tjetër element të saj është edhe vullneti, po ka dhe strategjinë. Gjithë të parë të harmonizuar në elemente e saj është pikërisht qasja dhe strategjia që përdor Shebaja dhe madje jep sinjalet e armërueshimit të konfliktit. Në fundi ka kërkuar që të bëhet papati të jetë pjesë e kryesës në fjalë negociatave midis Rusisë dhe Ukrainës, në aty vendi ku mund të ndodhin diskutimet, por duke pas parasysh se papa i ri është papa amerikan, ne ende nuk kemi bërë analizën e gjeopolitike eksperte, nuk është rastimi edhe propozimi që bëhet nga Meloni që fjalë që papa të jetë pjesë e kësaj negociate. Dhe pikërisht nga kjo mendoj që janë sinjale që Shebaja i jep mesazhe paktojnë ndërkombëtar dhe Ukrainës që të ulen në trezën e bisedimit. Në fundet, nëse nuk plotësohen këto kurzime, kemi parasysh kurzimet që kanë bëjnë me qëndrimin ndaj Ukrainës, ku i thotë për mineralet që i ka arritur ta marrë, por nga ana tjetër jep edhe sinjale për Rusinë, duke thënë që edhe Rusia është një vend i paktën me arsenal të cilët mund shfrytëzohen për të thënë që e ardhmja e këtij konflikti do të jetë pushimi dhe negociatat e gjetja ndërtuar përbashkë për të dhënë fund konfliktit. Por se sa do të arrijnë për ta i përket përmbushjes objektive të shtetit respektive, kjo është vështirë për të thënë sepse Rusia është kategorike në kërkesat e veta, kemi parasysh për statusin e Ukrainës, për mospërfshirjen e NATO, për aneksimin e zonave të kushtuara, qoftë kemi në ato të bllokut lindore, si kundër dhe garantimi i aksesit në detin e zi, të cilin në farë mënyrë është pjesë e arkitekturës sigurisë dhe aksesit të rrugëve tregtare e tjerë. Tanë mesazhet janë të tilla që tanë perëndimi duhet të lexojë mirë këto, sepse të punën nuk e ka përgjigje që jetë disi ma fleksibël dhe të kurzuar. Dhe lidhet gjithçka me mjedisin e sigurisë, ku është konfiguruar dhe disa aktorë. Nuk është vetëm Shebaja dhe Rusia, po janë edhe interesat e Kinës. Gjithë qasja është që ta largojë ndikimin e Kinës nga Rusia dhe ta bëjë për vete Rusinë pjesë e marrëdhënies me shtetet e BE-s. Kuptimin e asaj që është konkretizimi për plasje gjeopolitike, pivot area që quhet në kodin e gjeopolitikës si bën Friedman, apo edhe Kissinger, midis Hardlandit, midis Rimlandit, apo atë hegemonisë detare nga Spikeman, përkundër Euroazit, që përfaqësohet nga Rusia. Qartë, mirë, zoti Lezi. Kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit, nderuar kënaqësi edhe për mua. Kënaqësia është e ime, faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe ju të nderuar televizionistët për vëmendjen.